Olta, duke e parë me sy të ngushtuar Benita. Duhet të flasim si të dyja e dim të vërtetën. Nuk mund të vazhdojmë më me këtë lojë që po luan brenda kësaj shtëpi. Ti nuk ke ndonjë ndjenjë të vërtetë për këdo aty brenda. Absolutisht për asnjë. Çfarë bën? Gjithçka që bën është të shkojësh pas djemve. Për lojë, për emocion, ndoshta edhe për të fituar pak famë. Por kjo nuk është dashuri, Benita. Nuk është për kushtim, Benita, me zë të dridhur, duke tentuar të qetësohet Olta. Ti nuk e di tërë historinë. Nuk është aq e thjeshtë sa po e bën ti, Olta, ndërpret me forcë, duke ngritur dorën. Jo, mos më thuaj që nuk e di. E di shumë mirë. Shikoj si ndryshon kur dikush i hedh një shikim. Si ndryshon sjellja jote. Si çdo gjest yt është i orkestruar për të tërhequr vëmendjen. Nuk ka pasion, nuk ka ndjenja të sinqerta. Thjesht po luan një lojë që ti vetë e quan argëtim, por që ka pasoja për të gjithë rreth teje. Benita këputet pak, duke u përpjekur të mbajë qetësinë. Olta, nuk është kështu. Nuk e bëj për famë. Nuk e bëj për të marrë vëmendje, Olta, me zë që dridhet nga frustrimi. Po atëherë për çfarë e bën, Benita? Për çfarë e bën këtë lojë? Çdo gjë që bën, çdo shikim, çdo buzëqeshje. Duket se është vetëm për t'u parë, për t'u komentuar, për t'u dëgjuar nga të tjerët. Nuk ka lidhje me ndjenja të vërteta. Nuk ka dashuri, nuk ka respekt. Vetëm lojë. Vetëm spektakël. Dhe e di që po e shkatëron vetë atë që mund të kishte qenë reale. Benita, lotët fillojnë të rrjedhin, duke mbajtur duart tek kraharori. Po ti mendon se është e lehtë të kontrollosh zemrën? Ti mendon se mund të zgjedhësh se për këtë ndjesh? Ti nuk e kupton. Ndonjëherë zemra thjesht të çon aty ku nuk do, edhe pse ti e di që mund të gabosh. Olta afrohet më pranë, me zë të butë, por të ngarkuar me dhimbje. Por Benita. Nuk ka justifikim për të luajtur me ndjenjat e të tjerëve. Nuk ka justifikim për të bërë të tjerët të ndihen të përdorur, të parëndësishëm ose të shpërqendruar. Nuk mund të thuash zemër, në